ta zhvillojë nën kontrollin e inspektorëve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe vetëm për nevoja ekonomike, jo për pasurim që do të rrezikoj pastaj për krimin e një mbushje apo shumë mbushjeve bërthamore për të rrezikuar. Gjithë objektivi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe jo vetëm do mendoja, edhe i shumë vendeve të tjera, është që Iranit të mos i jepet mundësia për të patur dhe poseduar mbushje bërthamore si një rrezik për rajonin dhe do thoja edhe për më gjërë. Kështu që kjo besoj se në këtë pikë nuk do të ketë tolerancë për sa i përket negociatorëve dhe në përgjithësi Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, te leadershipi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk mund të them se jam kush jam unë që të përsaktoj që nuk mund, sepse do të jesh atje dhe do të jesh në vendimarrjen e tyre dhe atje prapa është e vështirë për të thënë një fjali fundore për sa i përket veprimit apo vendimit që do të merret. Detyrimisht që ata do të shikojnë, do të studiojnë situatën dhe do të gjojnë ekspertet për të dalë në përfundimet që do t'i shërbetë situatës, qetësimit atje dhe nënshkrimit e përfundimit me një marrëveshje të pranueshme nga të dy palët. Zoti Prenga, nëse do të kemi, le të themi, këtë plan të propozuar nga ana e SBA-s pra për të pasur një sulm tjetër kundër Iranit, mendoni se do të ketë kjo një rrezik të madh për lindjen e mesme dhe mund të shpërthejë një efekt domino, le ta quajmë, me përfshirjen e aktorëve të tjerë? Nuk mendoj në këtë format, pasi Irani ka tentuar me reagimet dhe kundërveprimet e tij për t'i përfshirë dhe vendet e tjera të lindjes së mesme në këtë konflikt, por ato deri tani nuk kanë rënë pre e këtyre provokimeve, kanë pranuar dëmet, kanë pranuar si thosh humbjet dhe nuk janë bërë pjesë e asaj loje që do donte dhe dëshironte Irani. Natyrisht që ata askush nuk mund të thotë që nuk mund ta përsërisin këtë goditje për ta përfshirë disa vende apo gjithë lindjen e mesme në këtë konflikt, por kam bindjen që do të tregon të rezervuar, do të tregon të matur dhe nuk besoj se do të përfshihen, sepse reagimet apo kundër reagimet e Iranit, nëse do të arrihet në një goditje të tillë nga pala amerikane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam bindjen që ata do të kërkojnë me çdo kusht e mënyrë për të goditur e për të përfshirë edhe vendet e lindjes së mesme në këtë konflikt, siç kanë tentuar që nga momenti kur ka filluar ky konflikt. Shpresoj që të mos kemi intensifikim të veprimeve, por edhe nëse do të ketë, shpresoj e besoj që të gjykojnë me gjaktësi për të mos u përfshirë dhe të pranojnë më mirë një humbje ose si thënë mes dy të këqijeve të zgjedhjen të keqe më të vogël, që është ajo pranimi i dëmeve që mund shkaktohen nga reagimi apo kundërreagimi i Iranit nëpërmjet goditjeve që mund të bëjë në të gjitha vendet e lindjes së mesme që janë tashmë mbështetës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kanë ekzistojnë bazat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ato vende. E qartë. Zoti Prenga, nga ana tjetër Hezbollahu ka lançuar një armë të re kundër Izraelit verior në raundin e fundit të luftimeve, dron të vegjël të kontrolluar me kablo me fibra optike dhe gjerësinë e fillit dentare që shmangin kështu edhe zbulimin elektronik, por këto dron të përdorur gjërësisht edhe në luftën në Ukrainë janë të vegjël, të vështirë për të ndjekur, por edhe vdekje prurës. Mendoni se ky ishte një dështim strategjik nga ana e Izraelit që u fokusua tek raketat, por injoroi, le të themi, në një mënyrë edhe kërcënimin e dronëve të vegjël? Në çdo lloj lufte e konflikti, luftat hibride janë dhe do të mbeten format e përdorimit të tyre më të rrezikshme dhe shumë të vështira për të parandaluar apo për të luftuar. Në këtë pikë hyn edhe mënyra e dronëve, jo vetëm nga Hezbollahu, por edhe nga të tjerë kudo që janë duke u zhvilluar, duke u përdorur, dhe kjo është si mund të themi rreziku, risku më i madh i të gjitha vendeve, sepse është tepër e vështirë për të interceptuar dhe për të asgjësuar. Po dëmi i tyre nuk është krahasuar me raketat, ai që pretendojnë. Pra, ato vërtet mund mos interceptohen, mund mos ndiqen, mund mos parandalohen, mund mos asgjësohen dhe të shkojnë në objektiv. Por dëmi i tyre nuk bëhet fjalë se ka një dëm kaq të madh dhe do të shkaktojë kaq shumë probleme. Detyrimisht edhe aty unë shpresoj që marrëveshjet kur do që të arrihet pas 48-s, i thon për gati 80 vjet, të themi që nuk janë ulur në bisedime dy shtetet, Izraeli
me Libanin. Shpresojmë që edhe ata të ulen në bisedime dhe të arrijnë një marrëveshje për të mund të kontrolluar territorin e tyre dhe për të mund të ndikuar te kjo organizatë që në një farë mënyre janë qytetar të Libanit, por për fat jo të mirë, do thosha, nxitën, mbështeten nga pjesa e Iranit. Dhe detyrimisht kjo do të jetë pikë e nxehtë dhe në formën dhe mënyrat e tyre do të jetë përsëri jo e qetë. Izraeli dhe pjesa e territorit në lindje dhe në perëndim të Libanit, pra në lindje të Izraelit, do jetë problematike, lindje ose verilindje, do të jetë problematike edhe në të ardhmen, pa çka se mund të ketë e mund të arrihet, uroj të arrihet në një marrëveshje mes dy vendeve, pra për herë të parë mes Izraelit dhe Libanit. Shpresojmë që edhe ata ta kuptojnë që nga lufta, nga konfliktet nuk ka asnjëherë palë të fituar, të dyja palët janë të humbura dhe të dëmtuara në të gjitha aspektet, si të jetëve njerëzore të pafajshme të humbura, ashtu edhe të aspektit ekonomiko-financiar. Por, zoti Prenga, nga ana tjetër, sa rol ka Irani në transferimin e kësaj teknologjie tek Hezbollahu? Irani ka rolin kryesor, sepse përveç mbështetjes me teknologji, ai i ka mbështetur në mënyrë të vazhdueshme me aspekt financiar. Dhe po që të mbështet në aspektin financiar, pjesa për t'i poseduar dhe për t'i patur, ato është krejt e lehtë, sepse në raport me mbështetjen financiare ti mund t'i sigurosh ato, mund t'i gjesh në treg, apo mundet të lloj teknologjie, të marrësh teknologjinë dhe t'i prodhosh edhe vetë. Kështu që mbështetja është kryesore e Iranit në aspektin financiar. Dhe po që se mbështetet në aspektin financiar, atëherë është krejt e lehtë dhe në çdo mënyrë mund të realizosh si me blerjet e tyre, ashtu dhe ose me blerjen e teknologjisë dhe prodhimin në kushte, si mund themi, edhe aty ku je, kudo që ndodhesh, mund t'i prodhosh, sepse bëhet fjalë për dronë të cilat janë vërtet teknologji e re, por nuk janë kaq e komplikuar që kërkon sipërfaqe të mëdha apo një industri jashtëzakonisht e madhe. Ajo nuk kërkon kaq shumë, por kërkon thjesht vetëm mbështetjen financiare dhe patjen e posedimin e teknologjisë së prodhimit të tyre. Këto të gjitha në tregjet e lira mund të gjenden, mund të blehen dhe nuk është problem i pazgjidhshëm. E qartë. Mirë, zoti Prenga, për të mbyllur, ndërkaq mendoni se do të ndrohen këtu forcat e mbrojtjes së Izraelit, ndoshta të ndryshojnë të gjithë doktrinën ushtarake për shkak të këtij kërcënimi të ri për aq po vjen? Historia ka treguar që në çdo kohë mbrojtja me mësymjen, teknologjia dhe armatimi e potencialet që janë përdorur janë zhvilluar paralelisht me njëra tjetrën. Dhe detyrimisht që kjo është ajo çfarë kundërshtari të imponon dhe menjëherë punohet dhe grupet e caktuara kërkimore shkencore në fushën e mbrojtjes janë tashmë duke u marrë me siguri me kapjen e patjen e tyre dhe pasi ta kesh edhe të projekte, sepse mira është të kapsh projektet, por nëse projektet nuk i ke, atëherë ajo mund të bëhet e mundur edhe nëpërmjet kapjes dhe posedimit edhe të pjesshëm apo aq më mirë të plot të një droni, dhe aty fillon pjesa kërkimore shkencore për të parë se si mund të reagohet e mbi të gjitha cilat do të jenë masat mbrojtëse në të ardhmen. Natyrisht që kërkon ndryshim duke filluar që nga strategjia e sigurisë e deri tek gjitha doktrinat e tjera, strategjia ushtarake e deri tek planet afat shkurtër, afat mestë dhe afat gjatë të zhvillimit të forcave të sigurisë dhe të mbrojtjes të çdo vendi. Kjo është dhe të mbetet, si më themi, doktrinë e pandryshueshme për çdo vend. Pra, ajo që thash që në fillim, që mjetet e sulmit bëjnë të mundur dhe zhvillojnë paralelisht dhe mjetet e mbrojtjes për çdo vend e për çdo strukturë sigurie dhe mbrojtje të çdo vendi. E qartë. Mirë, zoti Prenga, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme bashkë do të shihemi sërish ditën e hënë. Deri atëherë, mirupafshim.